kompri që me qenë listë. Kjo është arsye. Po, edhe Agim Veliu, besoj që ka gja shumë vota, që ka mujtë pa dyshim i zhjith dhe deputet i kuvendit, mirë po këtu... U shkrejnë dhe njuar Veliu. Po, këtu Dega e Podojevës, edhe që nga deputeti, që pa temin, kandidati për Kremyseni, kanë kundështu fuqishëm që nëse vjen Agim Veliu, as nësë do t'jemi pjesë e kësaj liste. Përgjithësi, janë disa kandidatë, është interesante, për shembull përfshirja u Krugovës, djalit të presidentit, në 10-ën e parë. Numër 10 Rugova. Po, është Avdullah Hoti, ish kryeministri i Kosovës, në kalumën ka qenë shumë më poshtë në listë, tash është i 6-ti, domethënë në rikthim kuadrave të rëndësishme të kësaj partije politike. Janina Ymeri, një ekspert e energjisë, e cila po ja nxjerr gjitha skandalet me vjedhjet e rrymës e 18-a në 10-ën e 2 të vetëvendosjes. Kolegja jonë Shqipe Pantina është pjesë e listës LDK-s. Ta shikojmë sa të është listë Shqipja? 45. 25 Shqipe Pantina. Ka qenë deputete në legislaturat e kalume si pjesë e vetëvendosjes. Ka një rikthim lidhjen demokratike të Kosovës. Përgjithësi më ka dukë si listë e mire e LDK-s. Nuk e di nëse edhe këta e ka ndonjë me akt akuz, po shirë. Nuk pe, i vetëmi që është marrë gjatë me proceset gjyqësore përmenda ma herët, ka qenë ish ministri Ferit Agani, mirë po momentin që ka ngrit akt akuza, a i ka dhënë ndërheqje prej ministrit. A të regoni këdëja ndërkohë. Po, derisa është ka përfundu proceset gjyqësore, shpalli pa fajshëm është rikëthy në sërish në garë zjedhore. Edhe kjo ka zgjatë më shumë se 5 vjetë, mirë po prapë është i rikëthy. Oferta e LDK-s. Natyrisht. LDK-ja gjithmonë i ka prezentu numrat dhe ka tentu që ta harmonizoj dhe ta bëj një listë sa më gjithë përfshirëse, po ashtu këtu kemi edhe një koalicion që është me AKR-ën, të cilët janë të përfshirë, po, edhe me Partinë e Drejtësisë, natyrisht që vetëm ju ka ndonë hapësirë brenda listës, po nuk është se janë bërë kështu koalicione zyrtare, kemi Bejtush Gashin, ish ministri punëve të brendshme prej AKR-s, është një njeri shumë profesionist në fushën e tij, po ashtu e ka dëshmuar atë dhe me punën e tij. 10 që e parë e LDK-s është pikërisht një histori e LDK-s, është një ajo që ka në fakt përfaqëson lidhjen demokratike të Kosovës, përfshirja Avdullah Hotit në 10-ën e parë, tashmë e ka numrin 6, për dallim prej zgjedhjeve të kaluara që në masë të madhe është kritiku, sipas asaj që veç se dihet brenda LDK-s është bërë një farë vlerësimi për vendosjen e këtyre numrave. Hoti madje ka qenë i zëshëm edhe pas zgjedhjeve, duke kundërshtu edhe vetë kryetarin e partisë. Po, pikërisht, por që... Dhe po tregon që ka ndoshta largim të atyre çështjeve që kanë të bëjnë me leadershipin, nuk diskutohet, ka përafrim mes jo vetëm përafrim, por që është bërë një vlerësim tjetër, është bërë një me njësi tjetër motse, po ashtu faktori kryesor kanë qenë që votat, dikun rreth 70% e njerëzve, kandidatëve të zgjedhjes së shkurtit i kanë numrat e njëjtë, por që